qyteteve kryesore të Shqipërisë, ku fermerët do duhet të shkonin, të bënin aplikimin dhe më pas, të bazë të kritereve, i plotësonin apo jo edhe të përzgjidheshin. Por rezulton që vetëm fermerë nuk kanë përfituar, por të gjithë ata që kanë përfituar janë kryesisht biznesmen të mëdhenj, kompani ndërtimi. Kompani ndërtimi që sot e kësaj dite marrin tendera publik nga qeveria shqiptare. Është e pashpjegueshme që kompani ndërtimi që kanë një objektiv të caktuar dhe janë klientët të qeverisë, se këtu duhet parë pastaj se do flasim edhe për SPAK, duhet parë çështja e konfliktit të interesit në një farë mënyrë, sepse po hyn në një sektor duke prishur edhe konkurrencën. Kompanitë e ndërtimit kanë edhe asete financiare që mund ta bëjnë investimin vetë dhe duke dëmtuar atë fermerin e vogël i cili shkon dhe zhytet në kredi dhe të tilla raste ka pasur edhe në shembullin konkret pra në projektet e IPARD, që fermerë kanë shkuar, kanë marrë kredi për të plotësuar shumën e investimit që u duhej dhe më pas janë zhytur dhe sot e kësaj dite ata janë në procese gjyqësore me AZBR për të kryer edhe ato fonde që supozohet se kanë marrë dhe nuk i kanë kryer investimin. Por kanë përfituar kompani ndërtimi. Ajo që është më rëndë është përfitimi nga zyrtar të lartë të pushtetit. Nga ministra, ish ministra, ish deputet, ish kryetar bashkish. Pra, kjo e bën situatën edhe më të rëndë, sepse është e qartë që është mjefilli një skem klienteliste. Një skem klienteliste për të kanalizuar 10 milion euro në xhepat e një grupi të ngushtë, po themi miq dhe shokë, që shpesh janë përdorur dhe për qëllime elektorale. Çfarë bënen me këto? Domethënë, kam dy pyetje. E para, ka pasur nga këta që kanë marrë fonde të cilët nuk ishin deri në atë moment në fushën e bujqësisë fare apo të agroturizmit dhe kanë nisur nga fillimi diçka, vetëm se kanë qenë fondet në skem. Dhe e dyta, nga këto që kanë bërë, dhe këta që quhen që e kanë marrë abuzivisht, kanë bërë në një gjë me vlerë me këto paratë që ti shërbej zinxhirit bujqësor. Këtu duhet sqaroj disa momente. Për pyetjen e parë, sigurisht që ka një pjesë e madhe e konsiderueshme e përfituesve janë persona që nuk kanë pasur lidhje kur me fushën e agroturizmit apo të bujqësisë. Pra që kanë ndërtuar magazina apo linja për prodhimin e fruta perimeve etj. Pra nuk kanë pasur lidhje, por janë krijuar rishtasi, janë krijuar nipte, janë krijuar shoqëri biznesi SHPK, kemi rastin e Tepelenës për shembull që njerëz të afërt të ish kryebashkiakut, aktualisht deputetit Partisë Socialiste kanë përfituar pra shuma që i kalojnë miliona euro së bashku, po them të tre fonde. Motra e ish kryebashkiakut, drejtori i tij dhe bashkëshorti i motrës. Kemi raste të tjera pra që këto janë pikërisht pra me projekte të ndryshme. Kemi rastin që brenda një familje babai dhe vajza kanë përfituar gjithashtu së bashku me emra të ndryshëm. Apo raste të tjera që nuk kanë pasur lidhje më parë me fushën e bujqësisë, të blegtorisë apo të agrobiznesit, por janë krijuar rishtasi dhe rasti më flagrant në atë që unë përmenda është pikërisht rasti i kompanive të ndërtimit. Kompanitë të ndërtimit që kanë ardhur nga sektori i sipërmarrjeve publike, pra duke marrë tendera dhe prokurime publike, për shkak edhe të lidhjeve, edhe të njohjeve të tyre me pushtetarët, kanë arritur që të marrin përfitime duke u futur edhe në sektorin e bujqësisë, që në farë mënyrë unë e përmenda kanë bërë edhe prishje të konkurrencës, sepse kanë dëmtuar njerëz që kanë investuar ndër vite në fushën e bujqësisë apo të agroturizmit. Sepse ne nuk na rezulton për shembull që kemi shembuj që unë nuk mund t'i përmend në Shqipëri shembuj shumë suksesshëm në fushën e agroturizmit, nuk na rezulton që kanë përfituar pikërisht fonde. Nuk e di nëse kanë aplikuar, por nuk më rezulton dhe nuk dalin në listat zyrtare të AZBR-s që të kenë përfituar fonde apo mbështetje nga projektet e IPARD. Dhe kjo e bën edhe këtë situatë themi shumë të çuditshme. Pra është nëpërmjet parave të Bashkimit Evropian është dëmtuar konkurrenca, janë dëmtuar bizneset ndershme që e kanë ngritur me mund dhe me sakrificë atë lloj pune. Janë dëmtuar fermerë të ndershëm, ne kemi parë që gjatë viteve të fundit për shembull, shumë fermerë kanë pasur një problematikë të jashtëzakonshme me pikat e grumbullimit. Një pjesë e madhe, që është pjesë e investigimit, e pikave të grumbullimit, apo e sipërmarrësve që kanë ndërtuar pika grumbullimi, kanë qenë njerëz të cilët, pasi kanë përfituar fonde apo mbështetje nga qeveria dhe nga fondet IPARD, kanë ndërtuar pika grumbullimi dhe
nuk e kanë vënë atë në funksion të qëllimit apo të kontratës që kanë nënshkruar me shtetin shqiptar, pra që të grumbullojnë